Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani raportoi në kuvent mbi veprimtarinë vjetore për vitin 2024 të SPAK-ut. Në fjalën e tij, Dumani u ndal tek roli dhe puna e SPAK-ut gjatë vitit që lan pas. Kreu i SPAK-ut nënvizoi se gjatë vitit 2024 u sekuestruan asete kriminale me vlerë prej 65,5 milionë euro. Kam nderin të paraqes sot para Kuvendit të Shqipërisë raportin vjetor për vitin 2024, i cili pasqyron rezultatet, sfidat dhe prioritetet e institucionit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK ka ndihmuar Shqipërinë për të përmirësuar rezultatin e saj me 5 pikë në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 të Transparency International. Gjatë vitit 2024, SPAK konsolidoi kapacitetet profesionale dhe operative. Rritja e numrit të prokurorëve nga 17 në 20, shtimi i ekspertizës së byros kombëtare të hetimit dhe rritja e trajnimeve ndërkombëtare sollën rritje të efektivitetit të hetimeve për korrupsion. Kjo u reflektua në rritje me 8% të çështjeve në hetim dhe me 21% të numrit të personave të hetuar, krahasuar kjo me vitin 2023, me fokusimin në çështjet komplekse dhe afatgjata. Në nëntor të vitit 2024, u miratua udhëzimi i përgjithshëm për masat administrative dhe procedurale për kryen e hetimit financiar dhe pasuror në strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cili standardizon hetimet financiare dhe zhvillon ato paralelisht me hetimin penal. Si rezultat, u intensifikuan sekuestrimet dhe konfiskimet e aseteve kriminale, duke arritur në një vlerë prej 65,5 milionë euro, me një rritje prej 60% krahasuar kjo me vitin 2023. Këto përfshin pasuritë të paluajtshme, llogari bankare dhe transaksione në kriptovaluta. Se gjatë vitit 2024, SPAK forcoi bashkëpunimin operacional me Europol, Eurojust, Interpol dhe agjencitë partnere të vendeve të BE-s, Shteteve të Bashkuara si FBI, DEA. Gjithashtu vlen të evidentoj se u krijuan 10 skuadra të reja hetimore të përbashkëta dhe vazhdoi puna në 27 të tjera ekzistuese.